Nderuar besimtar, do të flasim sot për lutjen, për duan që njeriu e ka të pandalshme nga jeta e tij. Njeriu është një qenie e dobët. Njeriu është një qenie që ka nevojë gjithmonë për Allahun Azza wa Jall. Njeriu është krijuar me një natyrë të tillë që gjithmonë kërkon, por njeriu besimtar i mbështetet Zotit gjithësisë dhe kërkon vetëm nga ai që ka në dorë çdo gjë, që është Allahu Azza wa Jall. Lutja është një veprim shumë i thjeshtë, por shumë fisnik, shumë madhështor, shumë hynor. Për vetë fakti nuk është vetëm disa fjalë që ti i lutesh dhe i kërkon Zotit krijuesit tënd, por është një simbol që ti je nënshtruar madhështisë së Allahut Azza wa Jall dhe ke pranuar dobësinë tënde, ke pranuar që ti si qenie njerëzore, si njeri, ke nevojë për madhështinë e Zotit. Ti ke kuptuar që bota nuk është në dorën tënde, por është në dorën e Zotit gjithësisë. Dhe ai që rregullon botën, dhe ai që e vën lëvizje çdo gjë, nuk je ti dhe unë, por është Zoti i gjithësisë. Prandaj duaja, kjo gjë kaq bujare, kaq fisnike, kaq madhështore, që është rituali më i bukur që njeriu kur pranon vogëlsinë e tij, pranon nevojën e tij, dobësinë e tij për krijuesin, i ngret duart lart dhe i lutesh o Zot. Kërkon çdo gjë që ti ke nevojë në shtëpinë tënde, në shpirtin tënd, në familjen tënde, në mbar shoqërinë, në mbar botën. Çdo gjë që të shqetëson, çdo breng, çdo hall, çdo shqetësim, çdo pikëllim, çdo stres, ngarkesë që ti mund të kesh nga jeta e përditshme, nga hallet e përditshme, nga jeta që ti e lodhur, çdo gjë që ti mund të kesh, nga ngarkesa e mësimeve, çdo gjë. Një gjë shumë e thjeshtë, por shumë madhështore, ngret duart lart dhe thua: O Zot, ma lehtëso. O Zot, më ndihmo me këtë gjë. Kërkon nga Zoti i gjithësisë çfarë ti të dëshirosh. Profeti alayhis salam na thot: "Ad-du'a mukhul ibada." Duaja, lutja është thelbi i adhurimit, thot profeti alayhis salam. Është ajka e adhurimit. Në një transmetim tjetër thot: "Ad-du'a huwa al-ibada." Duaja është vetë adhurimi. Kur ti ke pranuar që është vetëm një Zot dhe vetëm ai meriton të adhurohet me drejtë, ai ka çdo gjë në dorë, dëmin edhe dobinë në jetën tënde, të mirën edhe të keqen në jetën tënde e ka në dorë vetëm Zoti i gjithësisë. Atëherë kur ti e pranon këtë fakt, ky është thelbi i adhurimit dhe ky është vetë adhurimi, thot profeti alayhis salam, kur ti ngre duart lart dhe kthehesh nga Zoti i gjithësisë dhe kërkon çdo gjë që ti ke nevojë, dhe ky është thelbi, pra nështrimi, robërimi i njeriu ndaj madhështisë së Allahut Azza wa Jall. Dhe kur njeriu pranon cilësinë e tij që ai është i dobët dhe cilësia e tij e dobët përballet me cilësinë e gjithëmëshirshme që është i fuqishmi, i gjithëpushtetshmi, atëherë kjo cilësia jote merr një vlerë të jashtëzakonshme kur ti mbështetesh tek i gjithëmëshirshmi, tek i gjithëpushtetshmi që ka në dorë çdo gjë. Dhe ajo lutje aq e thjeshtë që ty të duket diçka shumë me lehtë, ajo merr një vlerë të jashtëzakonshme kur ti strehohesh tek burimi i fuqisë, te burimi i mëshirës, te burimi i çdo gjëje të mirë, te burimi i atij që ka çdo gjë në dorë, të nderuar besimtar. Men lam yas'alillaha yughdab alayh. Ai njeri që nuk kërkon nga Zoti i gjithësisë, nuk i lutet Zotit i gjithësisë, atëherë ai njeri Allahu i dërohet me atë njeri, thot profeti alayhis salam. Njeriu më i dobët është ai njeri që është i privuar nga lutja, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Njeriu do të jetë i bindur, sepse në jetën e tij, siç thot Zoti i gjithësisë: "Wa yamsaska Allahu bidurrin, fala kashifa lahu illa hu." Nëse ty të vjen një dëm, ta dish mirë, ngulitë mirë që këtë dëm nuk mund ta largojë askush tjetër veç atij, Zotit i gjithësisë. "Wa yuridaka bi khairin, fala radda li fadli." Dhe qofse Zoti që të vi dëshiron që ty të vi një e mirë, këtë të mirë nuk ka kush në botë që e kthen pas, qofse ka dhënë ymër, qofse ka dhënë leje Allahu Azza wa Jall për ndodh ajo gjë. "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dhe Zoti i gjithësisë në Kur'an ka thënë: "Lutmuni mua dhe unë do t'ju përgjigjem thirrjes tuaj", thot Zoti i gjithësisë.
Kushdo që t'i pranohet duaja, lutja në vështirësi, thot profeti jon i nderuar alayhis salam, le të bëj sa më shumë dua kur ai është në gjendje të mirë, thot profeti alayhis salam. Pra duaja nuk bëhet vetëm në momente të vështira, por bëhet edhe në momente të gëzuarshme të mira në jetën tonë. Ne i ngrim duart lart dhe i thua Zot, nuk ka ardhur kjo mirë. Unë e di që kjo është fal teje, është fal mëshirës tënde. Unë nuk kam asgjë në dorë dhe deshe ti që unë e kam të mirësi. Deshe ti që unë e gëzoj këtë shtëpi. Deshe ti o Zot që unë kam të biznes. Deshe ti o Zot, falenderoj pa mas, sepse unë jam i dobët. Është tesari yt, është mirësia jote e pafundme që unë gëzoj gjithë të mirësi dhe nuk është aftësia ime. Dhe e falenderon Zotin dhe i ngre duart lart edhe kur ti je mirë, sepse njeriu për nga natyra është që kur është në gjendje jo të mirë në jetën e tij, ai ngre duart lart dhe thot o Zot. Pra të gjithë kthehen tek Zoti kur janë nevojë, por kthimi më i mirë është që njeriu gjatë gjithë jetës së tij të ngrej duart lart në gjendje të mirë, por edhe në gjendje të keqe, kthehet nga madhështia e Allahut Azza wa Jall. Prandaj duaja nuk është vetëm kërkesë, është pranimi i dobësisë tonë dhe i madhështisë së Allahut Azza wa Jall. Është momenti kur zemra përulet para krijuesit me sinqeritet. Njeriu është krijuar me nevoja dhe me dobësi. Duaja është gjua e shpirtit të njeriu, shprehje e robërisë ndaj madhështisë së Allahut Azza wa Jall. Është lidhja më e fuqishme midis tokës edhe qiellit, padyshim që është duaja, lutja që bën njeriu direkt kur ai drejtohet madhështisë së Zotit dhe ngre duart lart dhe kërkon o Zot, çdo shqetësim, kur ti pandej që çdo hall nuk ka zgjidhje, kur gjithë të kanë braktisur, kur ti sheh që të kalon shoqëria, familja nuk ka çfarë të bëj, nuk të jep dot derman askush, ke një stres, ke një ankth, ke një ndjenjë pesimizmi për të ardhmen tënde, për jetën tënde, për shkollimin tënd, për punën tënde. Të gjitha këto nuk janë në dorën tonë. Ne duhet të bëjmë në këtë jetë aq sa na takon. Si qenie njerëzore, çdo gjë tjetër në dorë nuk e kemi ne. E ka në dorë Zoti i gjithësisë. Dhe ne i ngrejmë duart lart dhe çdo gjë që ti dëshiron për të ardhmen, për çdo gjë në jetën tënde, ngrej duart lart. Dhe kjo gjë e edukon shpirtin e njeriu, e edukon që njeriu është nevojtar në çdo moment dhe Zoti është i vetmi madhështor që kontrollon çdo gjë, që di çdo gjë, që ka forcën për të ndryshuar çdo gjë dhe ai e mban në këmbë çdo gjë, është padyshim Allahu Azza wa Jall. Ati njeriu që është hapur dera e mëshirës, thot profeti alayhis salam, janë hapur dyer hyjnoret e mëshirës, thot profeti alayhis salam. Men futiha lahu babu ad-du'a, futihat lahu abwabu ar-rahmah. Ati njeriu që është hapur dera e duas. Pra ai njeri e ka bërë edukat të jetës tij që për çdo gjë, për çdo hall, për çdo siklet, në të mirë, në të keqe ngret duart lart dhe strehohet tek madhështia e Zotit të gjithësisë. Tek ky njeri janë hapur dyert e mëshirës, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka lidhje më fistike më të bukur ku njeriu ka pranuar nevojën e tij, ka pranuar se është i dobët, që është nevojtar, që është i paditur, që është njeri që ka nevojë për madhështinë e Zotit dhe i ngret duart lart. Atëherë ky njeri është i begatuar me mirësi të mëdha kur ai ngret duart lart dhe lutet, kërkon nga Zoti i gjithësisë në çdo moment të jetës tij. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Zoti ka emrat më të bukur, andaj kur të luteni atë me emrat më të bukur. Kur ti ke nevojë, je i varfër, ke nevojë për pasuri, atëherë ngre duart lart dhe i lutesh ja Razzaq, edhe shqip, o furnizuesi, o ti që furnizon çdo njeri, o që ti ke në dorë të gjitha pasuritë e botës, të gjitha thesaret, çelësat e thesareve janë në dorën tënde. Thesaret të cilat nuk shterojnë asnjëherë. Pasuria e jashtëzakonshme për ti ke çdo gjë në dorë, o Zot, ja Razzaq, o furnizues, më jep mua nga risku yt. Kërkon shëndet, o ti që shëron, o ti që ke çdo gjë në dorë, kërkon nga Allahu Azza wa Jall, kërkon nga Zoti i gjithësisë. Ja Shafi, un kam të hall, kam të siklet, kam të smundje, prandaj o Zot, ti ai që shëron, dhe mjeku vetëm se mjekon me atë që ti ke krijuar. I lutet Zotit i gjithësisë dhe kështu i përmend emrat e Allahut Azza wa Jall. Ti i thuj, o Basir,
O ti që sheh çdo gjë, un kam bërë këtë mëkat, këtë gjuna dhe këtë gjë unë kam vepruar, o Zot, fal mua. O Zot, pranoje pendimin tim dhe kthehesh tek Zoti i gjithësisë për çdo gjë që ti ke bërë. O Zot, unë nuk i kam dëgjuar prindrit e mi. O ti që dëgjon çdo gjë dhe s'di gjë sekret që prindrit e mi nuk e di, dhe unë si i ri që jam, kam shkuar me një shoqëri të keqe, nuk po mësoj. Kam vete të këqija, o Zot, më ndihmo të dal nga kjo situatë. Më ndihmo të largohem nga kjo shoqëri e keqe dhe të nis një rrugë, një jetë të re, duke të adhuruar ty dhe duke rritur me moral, me norma njerëzore dhe duke mësuar dhe duke studiuar dhe duke qenë më afër teje dhe duke qenë një i ri me plot vlera, me plot norma që respekton, që i bindet, që i sillet në formën më të mirë prindrit atij, që njeriu duhet të jetë më mirënjohës sipas Allahut Azza wa Jalla, duhet të jetë ndaj prindërve të tij dhe kështu njeriu çdo gabim në jetën e tij ai kthehet tek Zoti i gjithësisë, tek Allahu Azza wa Jalla. Duaja është një fuqi aq e jashtëzakonshme për vetë faktin që ti je lidhur me atë që është i gjithë pushtetshëm, i gjithë fuqishëm që është Allahu Azza wa Jalla. Asgjë nuk e ndryshon caktimin e Zotit, thot profeti alayhis salam. Ndërsa duaja e ndryshon edhe për caktimin hyjnor, thot profeti alayhis salam. Ty të është caktuar diçka nga Zoti dhe ti lutesh atij, o Zot, të kem të mira në jetën time, të kem të mira në jetën time, kërkon nga Zoti vetë të mirën. Atëherë Zoti me mëshirën e tij mund ta ndryshojë në saj të duas, të lutjes të sinqertë që ti bën kur kthehesh tek madhështia e Allahut Azza wa Jalla. Prandaj ku lutemi ndonjëherë që nuk na pranohet në moment, Zoti do të na mbajë të lidhur me të. Ai nuk na jep në moment, na ruan për në ahiret, për në botën tjetër, ose na mbron nga ndonjë e keqe. Prandaj njeriu gjithmonë nuk duhet të ndalet së kërkuari nga Zoti i gjithësisë, nderuar besimtar. Jemi në një muaj begat. Në muajin ku njeriu kur është në një gjendje pa ngrënë, pa pirë, larg dëshirave të tij vetjake, larg epshit, larg gjërave haram, i shkëputur nga kënaqësitë kalimtare të kësaj bote. E ka ndier atë freskinë në shpirtin e tij, e ka ndier atë ëmbëlsinë e lidhjes me Zotin e gjithësisë. E ka pranuar nevojën, dobësinë e tij. Atëherë, në këto kushte, thot profeti alayhis salam, njeriu kur është agjërueshëm ka një moment në kohën e iftarit, por edhe gjatë gjithë ditës që ai është agjërueshëm, që Zoti lutjen e agjëruesit nuk e kthen pas. E pranon, sepse njeriu ku ka arritur në një gjendje të tillë shpirtërore që është dorëzuar, e ka kuptuar dobësinë e tij dhe ka kuptuar madhështinë e Zotit të gjithësisë. Dhe kur njeriu është i pafuqishëm, e sheh që shiko bota që ka në dorë të Zotit, nuk që ka në dorën time. Edhe ushqimi, për nuk dash ka Zoti, nuk vjen. Dhe ti kupton edhe mirësinë e ushqimit, kupton edhe mirësinë e ujit, kupton edhe vështirësinë e atij hallëxhiut që nuk ka me çfarë të ushqyer. Kupton edhe shqetësimin e atij që nuk e di çfarë është ushqimi që ti e lë pa ngrënë dhe e shpërdoron pa mas. Kupton shumë mirësi të jetës që Zoti na i ka falë në çdo moment. Dhe Ramazani, kjo gjendje e përshpirtshme e njeriu, që njeriu ndjen dobësinë e tij dhe kur lutet në këtë moment me atë dobësinë e tij, kur i ka dhënë përparësi shpirtërorës, e ka mposhtur materiale dhe ka mposhtur dëshirat e tij, tashmë duaja e tij nuk kthehet pas, thot profeti alayhis salam në të çaste, dhe ai lutet dhe thot, o Zot, për ty agjërova. Për ty agjërova, o Zot. Tek ty besoj, tek ty mbështetem për çdo gjë dhe nga ajo që më ke dhënë ti, unë do ta çel iftarin dhe thot, u largua etja, u lagën venat dhe inshallah shpërblimi është shkruar tek Allahu Azza wa Jall dhe nis dhe kërkon çdo gjë nga Zoti i gjithësisë për fëmijët e tij, për bereqet në shtëpinë e tij, për shëndet, për mirësi në farefisjen, në shoqërinë e tij, në vendin e tij, në mbar botën, për mbar muslimanët. Kërkon njeriu dhe hyn në atë botën që është një botë dimensione shumë e lartë shpirtërore, kur njeriu hyn në botën e duas, e lutjes, ajo nuk e lë njeriu që t'i ul duart më, kur lidhet fort me Zotin e gjithësisë, vetëm kërkon nga Zoti i gjithësisë, i lutesh atij për çdo hall, për çdo breng që ti e ke në mendjen tënde, në shpirtin tënd. I lutesh dhe ky bëhet një çlirim i shpirtit tënd dhe ndjen një kënaqësi të pashpjegueshme nga gjithë secili prej nesh, dhe ajo gjë nuk blihet. Por ajo gjë përjetohet me këtë gjendje që njeriu arrin pikërisht në agjërim dhe ku drejtohet tek madhështia e Zotit gjithësisë, tek Allahu Azza wa Jall. Prandaj
tha Allahu mes ajeteve ku flet për agjërimin, ka thënë pikërisht wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Dhe kur të pyesin robrit e mi për mua o Muhammed, i thuaj që unë jam shumë afër. E dëgjoj lutjen e atij që lutet tek madhështia ime, thot Allahu azza wa jall, dhe unë i përgjigjem lutjes së atij, thot Allahu azza wa jall. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Sikur mos të ishte lutja juaj, thot Zoti në Kur'an, Zoti nuk do t'ju shpërfillte. Sa do më thënë se, sa e bukur. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Zoti, sikur ju mos kishte duan, arma më e fortë e besimtarit, Zoti nuk do t'ju përfillte, thot Zoti vetë në Kur'anin famlar të nderuar besimtar. Profeti alayhis salam na tregon dhe na thot, në 1/3 çdo natë, në 1/3 e fundit të natës, thot profeti alayhis salam, çdo natë Allahu zbret në qiellin e dynjas dhe sheh robrit e tij se çfarë po bëjnë dhe ç'në gjendje janë ata. Dhe thot, men yad'uni fa astajibu lahu. A ka dikush që më lutet, kërkon nga mua, që ka ngrit duart lart dhe bën dua dhe unë t'i përgjigjem. Wa man yas'aluni fa u'tiya. A ka dikush që kërkon nga unë dhe unë t'ia jap atë që ai kërkon, thot Allahu azza wa jall. Wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Dhe a ka dikush që kërkon falje në këtë orë dhe unë ta fal atë, thot Allahu azza wa jall, të nderuar besimtar. Njeriu është një qenie që gjithmonë ka nevojë për Zotin e gjithësisë dhe lutja është lidhja më e shpejtë, më e sinqertë, më e natyrshme që mund të bëjë njeriu duke u lidhur direkt me Zotin e gjithësisë, ku ai ngret duart lart dhe me gjuhën e shpirtit kërkon nga Zoti çdo gjë që ai ka hall, ka shqetësim në brendin e tij. Njeriu në situata të vështira duhet të ruajë qetësinë. Duhet të jetë me vetdije të plotë që çdo gjë ndodh vetëm me atë që ka caktuar Zoti i gjithësisë. Dhe ne të bëjmë shkaqet, sebepet që kemi në dorë, aq sa kemi mundësi, dhe çdo gjë tjetër ne duhet të mbështetemi tek Zoti i gjithësisë. Të bëjmë sebepet në mënyrën më të mirë, shkaqet në mënyrën më të mirë të mundshme që ne kemi mundësi, dhe këto shkaqe të jenë të papërfillshme për përfundimin e asaj gjëje që ne presim, por pas shkaqeve që ne kemi bërë në mënyrën më rigoroze, më të mirë të mundshme, ne kthehemi tek ai që i ka në dorë të gjitha shkaqet, tek Allahu azza wa jall. Pra ti bëj çfarë të takon ty dhe lutju Zotit që ai të bëjë më të mirën për ty. Prandaj je i qetë në situata të vështira, ruaje qetësinë dhe para se të veprosh me nxitim, por veje kokën në sejdë, merr abdes, fali 2 rekate dhe lutju Zotit të gjithësisë, dhe para se të bësh veprim, para se të kuptosh, të zgjidhësh hallin, kupto madhështinë e Zotit të gjithësisë dhe në ratë parë ne të kërkojmë zgjidhje tek Zoti i gjithësisë dhe jo tek sebepet tona, sepse ai është që i zgjidh çdo gjë dhe ai është më madhështori padyshim që është Allahu azza wa jall. Profeti alayhis salam do të them 2 lutje që profeti i bënte vazhdimisht. Profeti ynë i nderuar sallallahu alaihi wasallam në situata të vështira kur kishte një pikëllim, kishte një mërzitje, kishte një breng, ai lutej në këtë formë. La ilaha illa Allahul azimul halim. Nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me drejt veç Allahut azza wa jall. Ai që është i buti, është madhështori. La ilaha illa Allahu rabbul arshil azim. Nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me drejt, ai është i vetmi, është vetëm Allahu azza wa jall. Ai është Zoti krijuesi i fronit madhështor. La ilaha illa Allahu Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me drejt veç Allahut azza wa jall. Ai është Zoti i qiejve, është Zoti i tokës dhe është Zoti i fronit fisnik, i arshit fisnik, është Allahu azza wa jall. Pa ky Zot që është Zoti i qiejve dhe të tokës dhe çdo gjë që ka mes këtyre dyave, kur është kaq madhështori, pra ky ka çdo gjë në dorë, që është i buti, që është madhështori. Atëre këtë lutje ti thjesht mund ta bësh, ta përsërisësh disa herë dhe do të shohësh që pikëllimi yt, brenga jote është larguar. Shqetësimi yt është larguar.
Një lutje tjetër, sepse lutjet që bënte profeti ishin të shumta, sepse gjithë jeta e tij ishte lutje, dua. Ai për çdo situatë ngrinte duart lart, strehoi tek madhështia e Zotit gjithësisë dhe vetëm atje gjendet zgjidhja e vërtetë dhe ngushëllimi i vërtet padyshim që gjendet tek strehimi i madhështisë tek Allahu Azza wa Jall. Kush e thot këtë lutje që do ta përmendim tani, thot profeti alayhis salam 7 herë në mëngjes dhe në mbrëmje, atëherë Zoti do t'ia rregullojë të gjitha punët, hallet, shqetësimet që ai ka të kësaj bote dhe të ahiretit. Hasbi Allahu la ilaha illa hu, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Më mjafton mua Zoti për çdo gjë. Ai më mjafton dhe mjafton kjo gjë për çdo çështjen time. Ai është Zoti i vetëm dhe nuk meriton të adhurohet askush tjetër veç Tij. Tek ai mbështeten për çdo gjë dhe ai është Zoti i Arshit të Madh, thot profeti alayhis salam, dhe ai njeriu që thot 7 herë në mëngjes dhe 7 herë në mbrëmje, atëherë Allahu do t'ia rregullojë të gjitha punët dhe shqetësimet që ai ka në këtë botë përkohshme. E lutim Allahun Azza wa Jall, që lutim Allahun që të na jap të gjitha të mirat që i kërkoi profeti alayhis salam. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall të na mbrojë nga të gjitha ato të këqija që profeti ynë i nderuar kërkoi mbrojtje nga Allahu Azza wa Jall. E lutim Allahun Azza wa Jall, o Zot, Ti je falës i madh e do falen dhe andaj fali mëkatet tona. O Zot i gjithësisë, pranoje pendimin ton. O Zot i gjithësisë, o Zot i Arshit madhështor, o Zot i qiejve dhe tokës, o Zot i njerëzve dhe të gjindeve, o Zot i çdo gjëje. Na fal, na mëshiro. Pranoje pendimin ton, pranoje agjërimin ton, pranoje çdo lexim Kur'anit, çdo dhikr, çdo sadaka, çdo ndihmë, çdo punë të mirë. O Zoti ynë, na ndihmo që të ndryshojmë jetën tonë, na ndihmo që ne të rregullojmë raportin, lidhjen me Ty dhe të heqim dorën nga çdo lloj besytnie dhe të adhurojmë vetëm Ty, o Zot, ashtu siç i takon madhështisë Tënde. O Zot, na mundëso të jemi evlat hajrit, të respektueshëm, bamirës ndaj prindërve tanë, të jemi përkrahës të jetimit, të jemi përkrahës të njeriut nevojtar. Dhe o Zot, na prano çdo lutje të sinqertë që ne bëjmë. Pranoje lutjen tonë përderisa ne jemi të sinqertë, o Zot, siç jemi mbledhur sot në këtë xhami. Na bashko në xhenetin Tënd, Firdevs. Amin.